Përshëndetje miqtë e Radio Eani dhe ju dashamirës të Biofolk. Në këtë puntatë e emisionit Biofolk kemi ardhur në qytetin e bukur, qytetin që ka detin pranë, ka njerëzit e mirë, ka artin e mirë në Vlorë. Dhe jemi ku do thoni ju? Kuptohet, në teatrin Petro Marko, një teatr me tradita që ka nxjerr artistë të mëdhenj të artit të muzikës së vërtet shqiptare. Sot do të kemi një intervistë një artiste të njohur që në fakt për vite i ka qëndruar besnike muzikës së vërtet shqiptare, qoftë muzikës popullore, por dhe muzikës së lehtë. Një beratase e martuar në Vlorë dhe ka gati 36 vite që jeton në këtë qytet të bukur dhe që punon natyrisht pra në këtë teatr, në estradën e qytetit. Jemi sot me artisten e mirë njohur Ludmilla Baballoku. Ludmilla, është kënaqësi që të kam në Biofolk. Faleminderit shumë dhe mirë se keni ardhur në Vlorën që laget jo vetëm nga një det, por nga 2 dete. Unë vi me dëshirë gjithmonë në Vlorë. Dhe uroj ta justifikoj gjithë mundin që ju keni marrë për të ardhur deri këtu në Vlorë. Dhe po realizojmë këtë intervistë përpara pra teatrit Petro Marko, një teatr që unë thash që ka nxjerr figura të pakrahasueshme të artit skenik dhe atij muzikor të këtij qyteti. Është e vërtet. Në fakt, kur erdha në Vlorë, erdha nga një trup vërtet e konsoliduar me artistë të mrekullueshëm, siç ishin të teatrit të varietes në Berat. Aty kisha emra të mrekullueshëm, kam patur fatin që të kem regjisor të parë të ndjerin Sherimita. Një profesor, jo vetëm regjisor, por dhe një profesor që i dha shumë teatrit të Beratit. Kam patur të kem fatin të dëgjoja dhe që të rritem me tingullin e zërit të këngëtares së këngës popullore qytetare, që për mua është simboli këngës qytetare në Berat, Floresha dhe Minjën, të mrekullueshmit Vllezri Dushi, e shumë artistë të tjerë, ku më vonë pastaj teatri u plotësua me shumë artistë të tjerë, me Pranvera Lumanin dhe Izin. Të gjithë që kemi mbaruar, kemi dalë të gjithë në një shkallë. E mrekullueshme, emra të mrekullueshëm, Uliana Prodopapa. Janë kaq shumë emra, Agron Fero, nuk di, janë kaq shumë emra që të përdor dhe pata fatin e madh që të vinë në një qytet me artista vërtet të mrekullueshëm. Ku gjeta për drejtor të ndjerin artistin e foltit, aktorin e madh Bert Veria. 4 parodistat e mrekullueshëm që nuk i vinë më kombit shqiptar, jo më kombit, por dhe në Ballkan nuk gjen, ata janë unik, të veçantë. E kam shumë brenda për të folur. Dhe si ishte pra përshtatja juaj me qytetin, me artistët e këtij qyteti pra në ato vite tranzicioni pra pas viteve 90? Ne kemi patur fatin sepse në periudhën e para demokracisë ne kemi patur fatin sepse bëshin aktivitete të mrekullueshme të përbashkëta që lidhnin artistë Beratit me artistë Vlorës, artistë Berat me artistë të Tiranës. Ne bënim koncerte fantastike. Dhe kjo ka qenë nga dhe ne njoja ime nuk ishte se kur erdha këtu dhe njojta. Jo, ishte njoje e kahershme. Që kur isha fëmijë, unë jam rritur me artin e tyre, përpos dhe skena më bëri që të jemi gjithë rrët bashkë dhe kur erdha këtu, e ndjeja veten tamam si në familjen time. Nuk ndjeva ndonjë që të kisha ndonjë problem me këtë mengjizjen. Jo, ne ishim bashkë gjithherët. Po me folklorin, Berati ka një folklor ndryshe nga që ka qyteti i Vlorës, qoftë këngët qytetare vlonjate, por dhe këngët polifonike. Si u përshtatë, Ludi, që ti përfillish më pas bukur dhe këngët e bukura vlonjate, që në fakt ndonjë njeri që nuk e din që ti je beratase, mendon që je vlonjate, nga që i këndon kaq bukur dhe këngë vlonjate. Unë jam shumë e lumtur kur më thon ti je vlonjate dhe nuk jam më beratase. Jo, i them, unë jam me të gjithë shqiptarëve. Jam dhe nga Berati dhe nga Vlora. Ka një fakt shumë të rëndësishëm, Gazi. Kush është? Ne kemi bërë ekspedit dhe unë e kam dëgjuar me ëndje këngën Labe. Nuk e dua ta quaj polifoni, është këngë Labe. Labe, si thonë në Vlorë, do këndojmë një këngë lapçe, vëndçe. Termat pasaj se si janë vendosur dhe për arsyet që janë vendosur,
nuk dua fare në komen. Dhe në Berat këndohet, ka qenë kënga labe dhe ka qenë dhe e kënduara me saze në fshatra. Po t'i vësh re, në festivalin folklorik, Berati vinte ka pas një kulturë tjetër të sazeve, sepse saze vi nga Berati. Dhe faktori që unë i kam dikur dhe më thënë, në venin në ekspedit, më ka bërë që ta dashuroja vërtet këtë këngë. Dhe kur kam qenë gocë, kam qenë natyrë shumë çapën dhe kam imituar këngë labe, e kisha të brëndshme. Më ngasmojsha, e kisha të brëndshme dhe shumë më ka pëlqyer kënga. Dhe kjo është ajo që edhe vokali është ai që ty të përgjigjes, se janë shumë gjëra që të bëhen bashkë dhe ty t'i japin këtë impulsin e të bërit të gjërave, që ti jo se e bën se unë e bëj se jo. Domethënë me budallik si themi ne, jo. E bëj sepse e ndjej dhe janë disa arsye të tjerë që kemi disa njerëz përballë, profesionist, profesora që vërtet kanë punuar absolut, kanë bërë një punë absolute për ta ruajtur dhe për të shkuar vlera atje tek njeriu i duhur, për ta bërë ata të duhurit. Gjë që ne po e shohim sot që po prishet. Po. Dhe ju në fakt në këto vite të karrierës artistike e keni ruajtur me fanatizëm, pra muzikën e mirë dhe folklorin. Sa vështirë ka qenë për ju që të ruani, të kultivoni mirë dhe t'jeni në tregë dhe t'jeni në aktivitete? Nuk kam qenë ndikuar kur nga kjo, domethënë për ta ndjerë këtë vështirësi, sepse nuk e kam pranuar kur për ta bërë këtë gjë. Kisha një edukim të tillë që nuk më lejonte, brenda vetes time, nuk më lejonte që unë të bëja, edhe pse e bëj dhe e bëj shumë mirë, më fal për mungesën e modestisë, por jo që ta nxirja në tregë. Unë e kam bërë sepse më është dashur, vetë sistemi marrëdhënie që me shtetin që ne kemi patur dhe mundësia financiare që shteti ka që ka mundësinë për të na, sepse kështu kanë rrjedhur situatat, kanë bërë që neve na detyruan që të shkonim dhe në evente, në dasma, në lestime, që unë çuditërisht kur më thoshte më përpara do shkosh në dasëm, unë kam pasur, sinqerisht e kam pasur shumë turp të veja. Të vështirë që ta pranoja. Këtë kam pasur më të vështirë për ta pranuar në dasëm të shkoja. Mbasi mentaliteti atërshëm ishte ky që një këngëtar profesionist, ose ku di unë edukimi i vënte që jo se mos ta pranoja, por ne kishim gëzime plot familjare tek brenda familjes tonë të madhe, por jo që të shkoja diku tjetër, nuk jam ndikuar nga parja. Unë sot mund të isha shumë e pasur. Jam shumë e lumtur dhe krenare dhe gjithmonë i mbajmë asaj fjalës së Timeti që pas dritë shpirti thoshte: "T'keshem babi, asnjë gjë s'do marri me vete. Kemi për t'i vënë shpatullat dheut. Të dua ti jesh kjo." Njeriu ndërton një personalitet, dhe që të ndërtosh një personalitet dhe ti jesh korrekt me personalitetin tënd dhe ti qëndrosh korrekt dhe atij edukimi që ti ke investuar në fundit për veten tënde, duhet të jesh me këmbë në tokë dhe të jesh kjo. Asnjëherë mos të ndikohesh nga. Ti vërtet je shkëputur fizikisht këto vite, 36 vite nga Berati, por që aktivitetet i ketë ndara, qoftë në Vlorë, por shkon edhe në aktivitetet që organizohen për muzikën qytetare, muzikën në përgjithësinë e Berat. Pra i e ftuar gjithmonë, pra nuk të harrojnë të ftojnë. I falenderoj vërtet sepse në Berat punohet në mënyrën më absolute. Atje ka një drejtori kulture absolute që vërtet nxjerr aq sa kanë. Ata janë kaq shumë korrekt në vlerësim dhe ato unë vërtet i falenderoj për atë që thonë. Të falenderoj Ludmilla që të kemi vlerë, një vlerë të shtuar të qytetit tonë dhe faleminderit që nuk harron të na e këndosh këngën. Si mund të harroj këngën që më ka bërë, domethënë si thonë, më ka bërë koka bam atje, ma nuk më ka dhe i lindur dhe i rritur në një familje artistësh, pastaj nuk ka se si të më ndodhte mua ndryshe. Kjo është që më ka bërë. Dhe unë jam dhe sot e kësaj dite dhe absolutisht e ndarë fizikisht në qytetin. Ashtu si që jam në Vlorë jam dhe sot ka ndryshuar shumë korat. Unë shkoj tani të më thrasin, unë jam atje. Dhe më thënë shkoj me njëherë, 1 orë gjysmë, 1 orë 20 minuta maksimalisht të qytetin nga Vlora. Për pozë dhe qyteteve të tjera që ata bëjnë organizime vërtet të shkëlqyera dhe unë jam non-stop në Berat. Jo vetëm në Berat, por kudo, në Shkodër, në Tiranë, në Durrës, kudo që kam shkuar në Elbasan, ku të them Gjirokastër, Saran, ne kemi qenë në gjitha.
Prandaj them jam i gjithë shqiptarisë. Dhe tani folëm për muzikën popullore, ndërkohë që Ludmilla Baballoku është e njohur publikisht edhe për interpretimet e saj në muzikën e lesh shqiptare, në pjesëmarrjet tuaja në disa festivale dhe koncertet e pranverës. Nëse rikthehemi pas në kohë, ato kohë të bukura, sa nostalgji të sjellin dhe emocion me pjesëmarrjen tuaj në këto evente të muzikës së lehtë? Unë do të them beshin aktivitetet të shkëlqyera atëre, punohesh profesionalisht, ashtu sikur në çdo lëm, në çdo fush, punoj me plane, nuk punoj asnjëherë me, domethënë të bëhej zullum. Atëherë kishte një gjë që unë e them shumë shpesh brenda vetes, kishte një gazeta drita që thoshte artin revolucionar e bëjnë artistët revolucionar. Dhe unë duke hequr vetëm revolucionarin, artin e vërtet e bëjnë artistët e vërtet. Kaq duhet të shtoj. Ndjeshe shumë mirë, ndjeshe komode, të bënte përgjegjës, të ndjeshe përgjegjshme për atë që ti do të bëje, edhe që ka treguar që kishte vlera, dhe nuk merreshin do si do artist, kishte në 10-1. Mund t'ishte, por si mund të dilte themu nga institucioni. Nuk kishte, domethënë që vajtja ime, unë që 14 vjeç kam kënduar me Këngën Qytetare të Beratit, me atë për prezantuar, pastaj në vitin 83 bësh një festival i klasave punëtore dhe na marrin nga shkolla artistike, na çojnë përfaqësojmë Beratin në Durrës. Atëherë bësh audicione, siç bësh për festivalet, por atëherë ishte një audicion i vërtet që bësh në Radio Tirana për vokale të rinj në për festivalin e radio televizionit në RTS. Edhe unë nuk kam bërë audicion, unë jam përzgjedhur nga një njeri mrekullueshëm dhe përgjegjësi i redaksisë së muzikës Spartak Tili, që unë e kam dashurinë më vete, një profesionist i zgjuar, i mençur dhe shumë korrekt. Nuk më ka parë se kush isha, se si këndoja si lur, por aty poshtë ke amfiteatri Durrësit, komunikon me një pedagogun tim që e ka pasur në institut, në paralel, edhe që i thot kush është ky zëri, kush është ky vokalist, po më pëlqej kërka shumë. Unë kam qenë në vitin atëre që ne do konkuronim për në akademi, domethënë siç kishim neve, siç ishte shkolla atëre, dhe më thret profesori, ajde më thot mua se do të prezantoj me një shokun tim të kursit. Atje këtej dhe ai më bën vetëm pyetje. A ke dëshirë të vish në festival? Jo, unë në festival nuk kam dëshirë, sepse dëshirat e mia janë këtu. Ti do vish në festival, më tha mua, të radios. Ka qenë në dorë konkursi i klasave punëtore në Durrës. Çfarë viti? 83. Dhe unë këndoja një këngë të profesorit tim, të Ndirit Xhevdej Dervishi, një nga muzikantët e mrekullueshëm të Beratit, të parë domethënë që kanë qenë drejtuesi i bandës së qytetit, në atë periudhë që unë kam qenë në shkollë. Edhe nuk e kam besuar këtë faktin që do shkoja në festival, dhe kur kanë ardhur pastaj në drejtorinë arsimore dhe të kulturës, që ka qenë një e përbashkët, më kanë ardhur materialet muzikore në bazë vokalit. Këtë kishte të mirë atëherë. Kënga zgjidhej në bazë të vokalit të këngëtarëve. Pra nuk e zgjidhte këngëtari këngën. Absolutisht jo. Unë kam vajtur në Radio Tirana, kam marrë 2 materialet, një të Naim Gjoshit dhe të Basir Bushkashit, dhe një të Kozma Larës, dhe autorin e tekstit nuk e mbaj mend, për çudi. Marr 2 materialet, në 1 dhjetor filloheshin, sepse u sistemuam në hotel dhe fillonim provat që bëshin, prova shumë sistematike, jo të vesh tani. Aty dhe madje Naim Gjoshi, duke mos më kam qenë vit 4 shkollës mesme, duke mos më njohur si vokal, i thotë Takut, ç'është, nuk ti do ta dëgjosh njëri, tha Spartakut. Pastaj se nuk e besonin, se unë kam qenë shumë i imët, ja fjalë vërtet. Kam qenë shumë i imët, po ti do ta dëgjosh njëri, tha Taku. Pastaj ti do të aty pastaj ka filluar bashkëpunimi, ka qenë në festivalin 23 që unë domethënë që në njohje kombëtare, sepse aktiviteti im ka filluar shumë e vogël, që në Kopës,
me që nga klasë e parë, pasaj deri sa mbarova klasën e 8, pasaj deri sa, si ju thash, në vitin e parë unë kam qenë me... Dhe në vitin e parë kam kënduar kam dhe një detaj shumë të bukur me Kozma Dushi në estradë. 14 vjeç, unë kam kënduar këngën e filmit kur gjiroi një film. Një mrekulli dhe na kam pritur shkërqyr me komi, nuk kam qenë... Dhe në sa festivale ke marrë pjesë apo koncerte pranvere nëse kujton ndonjë moment veçantë? Po, në festival kam qenë pasaj në festival. Ka momente shumë të bukura, por nuk e di ti them apo jo. Do thuash një moment veçantë. Momenti i bukur ka qenë festivali 23 që unë kam marrë direkt çmimin e tretë, edhe si interpret dhe si këngë. Pastaj ka qenë një nga këngët, pastaj ka qenë festivali 24, ka qenë festivali 25, që kanë qenë këngë që kanë pasur shumë madje unë ja kam kërkuar drejtorit të Ndjerit Marashajati atëherë sepse mu vula e këtyre këngëve të mëdhaja, e kupton që ka qenë viti që është larguar Vaçi atë vit nga festival, nga doli në pension, siç ishte rregulli që doli 50 vjeç, 55 vjeç. Në pension që Vaçi ishte një... Unë e kam pas idhull atë, Nezmje Pagarushën, unë do të them dhe për Zeliasinën që e kam dash fort. Artiste e madhe. Edhe më vjen keq, nuk dua që të harrohen këto emra, Valdete Hoxha. Unë jam rritur me këto pasqyra, këto kanë qenë pasqyra ime, si këngëtar të mrekullueshëm. E kupton Ludin? Këto kanë qenë. Të tjerët pastaj ka qenë festivali koncertet e pranverës që kam qenë bashkëpunimi me Fons Ballishin, bashkëpunim prapë me Naimin, sepse unë dhe pastaj bashkëpunimi më i bukur që kam pas me të madhin profesorin tim Aleksandr Peçi. Për mua janë jo dhe emra, por janë muzikantë që nuk i vinë kombit. Bashkëpunimi me të madhin e të parushmin Ferdinand Deda, profesor ishte ta jep të lokum, ne i themi të vinte lokum materiali. Edhe ti që të hishte çdo emocion në sken. Pastaj ka qenë kënga, ka qenë festivali i Nëndjetës, unë kam pasur një këngë të Shpëtim Kushtës. Pastaj kam ikur sepse mu desh të ikja, sepse na thriti i Ndjeri drejtori Bert Veria për një duhet ishim këtu në teatr. E ka kënduar pastaj Justina Aliaj. Është nëna, shumë këngë e madhe. E kam lënë pa dashjen time. Pastaj ka qenë festivali i 93-shit, ku unë kam dalë në koncertin e pranverës, me një bashkëpunim me Artur Dhamon dhe të Suzana Gramshit. Detajet e fundit që do të prekin tek Biofolk. Ju jeni angazhuar dhe me ansamble private, si Amantja dhe Bilbili në qytetin e Vlorës, jo vetëm koncerte brenda qytetit, por edhe jashtë qytetit apo jashtë Shqipërisë. Nëse na sill pak emocione shtetërueshje. Në 96 ka qenë folkloriada e parë botërore në Brunssum të Hollandës. Ka qenë një nga gjërat më të bukura që kishin parë deri atëherë. Ka qenë 99-ta. 99-ta në Lituani. Në Vilnius, në Lituanis, një festival folklori dhe ajo fantastike, pa prekur detajt. Ka qenë 95-ta në Itali. Janë shumë festivale. Ka qenë ku më të them, gjithë prezenca në Kosovë. Në 2001 me Bilbilin që kam qenë që në 2001 që ne u prezantuam në 99 prapë me Bilbilin kemi qenë, në 96 kam qenë me Pallatin me grupet e mbledhura të këngës së Labe. Me grupin Bilbilin në 2001 2000 deri para disa vitesh që nuk po organizohet, tek i këndojmë liris në Klin. Ati kemi qenë, ka qenë dhe Petrik Lulo, ne kemi qenë dy këngëtarët e këngës qytetare dhe kënga Labe, dhe ku kemi marrë çmimin dhe pastaj në vitet e tjera unë kam qenë si e ftuar këngëtare nderi. Më vonë, kam qenë në Prizren, kam qenë me Vlorën, me Beratin, dhe po ka qenë një vit që ne kemi bërë vajtjardhje Kaçanik, në Kaçanik, në shumë qytetet të Kosovës, në Han të Helezit, dhe madje para 3 vitesh
Në anë të Elezit kam kënduar jo këngën qytetare, kam kënduar këngën labe, kam kënduar këngën Zoga ka qake të madhe, Zoga ka qake në male të madhit Lefter Shqipa, që jo rapsod, pa ishte poet i masi, nuk i vjen gjithë labërist për mua, shqiptarist nuk i vjen, dhe aty në Kaçanik dhe kam qenë fituese zërit të Bilbilit në Kaçanik dhe në anë të Elezit këngëtarja më e mirë. Në Prizren kam qenë përfaqësuese me Beratin. 3 herë fituese e zërit më i bukur në çmimin i parë. Si këngëtare, përveç se dhe Berati ka marrë si orkestrina më e mirë dhe si grupi më i mirë, për të që, sepse i përmbajtjes së kritereve që kishte festivali. Ka shumë gjëra që tani ne qemë në Hollandë, që prezentuam në një festival fantastik të gjatë. Nuk kishte lidhje me këngën labe, por që ne ishim një pjesë të këtij festivali që vërtet shkëlqeu grupi Bilbili. Kam qenë prap në ikim në Agrigento, tani të Sicilias, në një festival fantastik të një mrekulli, do më thënë kanë qenë shumë festivale. Kemi qenë në Barcelonë, kemi qenë ai grupi po, është ajo pjella e atij Bilbili se të gjithë çunat kemi qenë bashkë. Një festival fantastik ka qenë dhe pjesëmarrja me grupit Bilbili në folkloriadën e 6 botërore, që u bën në Rusi në 2022. Nuk flas është no comment. Jemi mrekulluar. Dhe së fundi... Përpjekur që të bëjmë gjëra fundë. Patjetër, së fundi ju me grupin e Beratit keni qenë në Prizren, keni regjistruar për kanalin prestigjioz BBC muzikë tradicionale popullore në kujdesin e Edit Pulos, që gjithmonë ka sjellë gjëra. Më solli në vëmendje një diçka të veçantë që do t'i ngelet jo Beratit, po gjithë Shqipërisë do t'i ngelet një jetëve. Regjistrimi është bërë në disje, jo si që bën regjistrime dhe një rol kryesor dhe faktor kryesor është për mua një vajzë e shkëlqyer, artistja e madhe. Unë do ta konsideroj artiste të veçantë, e madhe. Edit Pulaj që di të drejtoj dhe të menaxhoj vërtet artin dhe folkun e vërtet. Dhe për mua është kënaqësi që isha pjesë e të bërit të këngëve. Dhe ajo i donte specifike, nuk donte si themin e veglat me tela, domethënë me koren, po ta them kështu tull që të kuptohet nga gjithë. Instrumental live. Ajo donte filharmonikën live, e donte dajren direkt, donte lahutën direkt. Gjithçka ishte direkt, klarinën direkt, violinën, qemanen, e donte qemane. Dhe është bërë një gjë shumë e bukur. Dhe tani, para 2 vjetësh është bërë kjo dhe është vërtet një arritje dhe këtë e gjenë të Pulse Berat 1000 dritare. Nuk e ka bërë 1.000 dritareve, por e ka bërë 1.000 dritare për arsye dhe shkakun që të gjithë njerëzit e bëjnë pa dashje gabim, ose dhe nuk e din. Dhe për t'ia sqaruar njerëzve, unë po e bëj në të tillta që ta kuptojnë që është qyteti 1.000 dritareve dhe ne kemi vendosur sepse të gjithë ju, o njerëz, të gjithë ju o popull që dëgjoni këtë e keni bërë në këtë formë 1.000 dritareve. Dhe kemi qenë e fundit, kemi qenë tani në datën 9 gusht, që jemi prezentuar të njëjtat gjëra të bukura, por që koncerti devijoi në minutazh, jo të devijoi në specifikën e vet. Që kemi bërë gjëra kaq të bukura, mbaroi koncerti dhe na është dashur që të dalim jashtë programit për të bërë dhe gjëra të tjera që ka Shqipëria, ku mu desh të këndoja Më ka zënë Maraku me një Sus Matjane, kemi kënduar këngë të Krujës, këngë të, do më thënë, Shqipërisë me folk shqiptar, a kanë ujë ato burime që jemi përpjekur që t'i bëjmë gjëra shumë të bukura, që kemi oj goce, që por, sepse kështu na u desh, dhe kemi bërë dhe vërtet falenderimi madh i shkon asaj. Vërtet meriton. Dhe nuk e dia, mund ta mbyllim biofolkun. Unë kërkesa ime ndoshta edhe publiku mund tjetë ndoshta një moment një këngë beratëse apo një vlonjate për të ne bërë, s'kemi orkestër, por... Nuk e kam fare problem, po mi që jemi këtu për fara teatrit, ku unë kam kënduar të gjitha llojet e këngëve, me tuaj, me shqiptare, me gjitha. Do ta filloj këtu, në një arë, në një lëndin, që është nga
perlat e këngës Lonjate. Në një moj lëndina, trëndelino moj trëndelina, në një moj lëndina, trëndelino moj trëndelina, janë dy vajzat tje o moj porina, trëndelino moj trëndelina, janë dy vajzat tje o moj porina, trëndelino moj trëndelina, e tjera. Edhe gurët e sokakut për ty bënin shiqajet. Edhe gurët e sokakut për ty bënin shiqajet. Oh, aj, lule zambakut, kur më shkon sokakut, ja shikut, oh, me kojës mi flet. E tjera. Unë falenderoj me shumë zemër për këtë bisedë kaq të këndshme për Biofolk, urit keni shëndet të radh parë dhe rrugtim të bukur me artin dhe muzikën e vërtet shqiptare. Unë dua t'ju falenderoj juve. Falenderoj juve vërtet me shumë zemër të pastër për mundimin që keni ardhur këtu dhe falenderoj dhe për vlerësimin, sepse për mua unë ndjem e vlerësuar përderisa këtu dhe uroj që ta keni justifikuar. Shumë kënaqësi dhe shumë gëzim. Kënaqësia është e imja. Ju falenderit shumë gazi. Je i mrekullueshëm. Faleminderit. Faleminderit që bëni gjëra të bukura, faleminderit që merresh me artistët vlerë. Miq të dashur, ju përshëndesim nga qyteti i bukur i Vlorës dhe pikërisht nga teatri Petro Marko, ku ishim në këtë intervistë ekskluzive me këngëtaren e mirënjohur Ludmilla Baballoku. Bashkë mjë takofshim në emisionin e radhës.